Përshëndetje gjithëve, unë jam Gjoni Broda, DJ producent nga Vlora. Unë kam ardhur në Tiranë pas 12 vitesh për herë të parë për të përfaqësuar rivistën time të re Sounder Mag The Music Festival, që është absolutisht diçka madhështore për mua. Ëndra ime lindi këtu në Shqipëri, konkretisht këtu në Tiranë, në vitin 2013-2014, ëndër për të bërë DJ, por mundësit ishin të pakta dhe më pas u zhvillua në Itali. Shtet ku unë aktivizova ëndrën time për të bërë DJ dhe mori formë gjithë kjo që sot rivista muzikale Sounder Mag. Fillimet e para kanë qenë absolutisht të vështira. Me thënë, mësimi i gjuhës, zhvillimi i ëndrës, sepse po shkon në një sken ku nuk je vetmi, je më i riu, unë kuptova që muzika nuk është vetëm pasion, por edhe profesion për mua, që ditën e parë që fillova të ushtroja, do me thënë që kur fillova të prodhoja këngët e parë, këngët cilat janë në YouTube, në Spotify, në gjithë platformat, por edhe kur ushtrova, fillova të bësha DJ në për klabe nate, techno, hard techno dhe deep house ka qenë në muajt e parë. Këto janë 3 rrymat muzikore ku unë prodhoj më shumë dhe që më shumë luaj. Në klubet e Italisë, le të themi, datat e para që unë mora kanë qenë në vitin 2019-2020, muajt e para, janari 2020-ës, në klubet e Romës. Më pas u sposua dhe në Milano, dhe nga ty fatkeqësisht ndodhi koronavirus, që ndaloi profesionin tim si çdo personi tjetër dhe krijoi, domethënë, një hapësirë edhe për producentët, dhe unë fillova të prodhoja edhe më shumë muzikë, fillova të mbyllesha me FL Studio, me gjitha programet muzikore, dhe nga aty kthimi ishte pak më i vështirë, sepse klubet e natës e patën shumë të vështirë kthimin, skenën DJ-t e patën shumë të vështirë, dhe nga ajo pikë e më tepër fillova të ndaloja pak se pak ushtrimin e ëndrës së DJ-t. Kështu që unë tani nuk luaj më, nuk prodhoj më muzikë, por jam gjithmonë në skenën muzikore prezent. Në skenën e rivistave ka patur shumë bashkëpunime, sepse rivista flet për artistat, flet për karrierën e tyre, sa do pak siç po bëjmë sot. Kemi patur emra shumë të fuqishëm, si Çerakin, Moxhe, por kemi shumë emra që do dalin akoma. Një prej tyre që mua veçanërisht, le të themi, e kam në zemër si emër, sepse është shqiptare, është DJ Angela, dhe është, besoj, një në artikull më të bukur që kemi prodhuar deri më sot. Nga rivista muzikore, ne kaluam në organizimin e eventeve, kështu që kemi bërë evente dhe të sponsorizuara dhe private nga ana jon komplet. Kemi bërë evente në Amsterdam, në ADE, kemi bërë evente në Berlin, kemi bërë evente në Ishullin e Maltës, kemi bërë evente në Rom, tani kemi një në Milano. Prodhojmë evente, jo me konsistencë, por le të themi 1 në 2 ose 3 muaj. Dhe kriteri absolut i këtyre eventeve është që të gjithë DJ-t të kenë një hapësirë të tyre, kështu që line-up-i ndryshon gjithmonë, stilet muzikore ndryshojnë gjithmonë. Mundësi duhet jenë të barabarta si dhe për një artist që është në një famë botërore, si dhe për një artist që është në një famë jo shumë të njohur, domethënë. Për sa i përket arritjeve në një moshë të re, mua të them të drejtën nuk më bën shumë efekt. Unë kam menduar gjithmonë se çfarë po bëj ka qenë për të mirën time, për diçka që ndërroja. Natyrisht nuk është e thjeshtë, nuk është absolutisht e thjeshtë. Nuk di përsaktësisht se si ta specifikoj çfarë unë ndjej kur arri gjëra të tilla. Për mua ekziston faza që në rast se arrin diçka që ke çuar si objektiv, atëherë ke objektive të tjera që krijon automatikisht. Tek mbështetja, le të themi, që ka qenë në çdo anë, edhe familjare, edhe artistike, nga të gjithë artistat, edhe nga artista me famë botërore që më shumë arritën të besonin në projektin të reja që unë po krijoja, dhe kam dhe projekte të tjera që po krijoj, si Unruled, edhe Plasmas Italia, që janë magazine dhe brands për robat. Le të themi që mbështetja ka ardhur në anë të gjithëve. E konkretisht, ajo që përcjell Sounder Magu është familje, le të themi, zëri një familjeje. Rikthimi në Shqipëri është gjëja që sadopak të gjithë sot po më pyesin, dhe nuk di të specifikoj, sepse kanë kaluar 12 vjet, jam konfuz. Është konfuzion, e lash të bukur dhe më të bukur akoma e gjeta.
Besoj që është njëna qytetet më të bukura europiane që ekziston, por do më duhet 1, 2 ose 3 ditë ta filloj dhe ta eksploroj prapë në nivelin ku ishte. Është pak e vështirë, jam shumë konfuz, sa kam rritur në Tiranë. Music është një okazion shumë i veçantë për mua. Sot herë e parë që e vizitoj, ta pan rivistën, më ftuan në panelet e tyre dhe për mua është një kënaqësi e madhe. Kam akoma shumë për të parë, shumë njerëz për të takuar, por ndihem absolutisht i veçantë të jem pjesë e kësaj festivali. Ndryshimet janë konkrete, ndryshimet vjen dhe nga mosha, ndryshimet vjen nga eksperiencat që bën, ndryshimet vjen nga personat që njeh, nga edukata që të përcillet, nga historitë e njerëzve të ndryshme që të krijojnë një pikë shikimi në mënyrë të ndryshme. Kështu ju mund të them që në këtë ditë e gjej veten të pasur për mbështetjen që kam patur në anet e gjithëve. Kjo ka qenë një ndirim që kam patur. Projekti muzikor që më ka prekur më tepër profesionalisht, unë mund të them që ka qenë Soundermegu që ekziston dhe më sot, do me thënë në rivistat, sepse futesh në historinë e një artisti, në të gjithë historinë e tij, në gjithë komplekset e tij, njeh artistin dhe më mirë akoma dhe krijon konfidencën që jo të gjithë e kanë. Kështu që është një projekt për mua që mua më prek tejsisht. Projektet e reja, siç thash dhe më parë, unë po punoj shumë fort në një rivistë re që ka emrin Plasmas Italia, e mbështetur nga Unrulled Company, që është një brand për rrobat, që do jetë internacional, si edhe rivista Plasmas Italia me emra shumë të mëdhenj. Jemi në fazën e realizimit të full project. Një mesazh që mund t'ja brezit të ri, më shumë brezit shqiptar, është vetëm një. Mos kini frikë të ndërroni. Kaq. Mos kini frikë nga gjykimet e njerëzve, do jenë, më shumë do bëni, më shumë do shtohen. Nuk përfundojnë, mos kini frikë të ndërroni. Kur?